mjafton është me ndi emrin tam non-stop në dhomë të fjetjes. Ajo është bullizim? Edhe me përqesh non-stop. Unë jam di shumë. Se unë bësha veç kështë jam të fjet, kitë kom di, edhe unë jam kanë shumë gjendje të keqe dje, edhin jam hi në dhomë të rëfimeve dhe nuk kom mujtë munal të kajtë. Jam kanë shumë gjendje të keqe, nëse do një mundën edhe mi qitë pamit për mujtë, s'ka problem, se jam një shumë keqë, për ndryshe me ty të edhin nuk më pas kursan keq, Dini edhe jo një edhe edhin qëfar personi jam, edhe vetë e pranon. Po fiks e pranoj. Po Londrim? Për shemull, pa marrë parasysh që ndodhën gjithmonë e thëmë që Benita është tepër qike mire, ka zemrën e mire dhe besoj që nuk ja dënë të keqen kur kuj se kja vrehet, po jënë do momente që tha dhe Linda ma heret për një me, ku po dalin Prime, këtu situata është komplet ndryshe, në Prime dalin senet komplet ndryshe, po shqyqyr që po dalin se unë personalisht në vete kom reflektu nga kjo natë. Njëjtë edhe Jo, dalin ato që janë, se nuk editohen, po emocioni është ndryshe se qysh përjetohet këtu dhe qka del aty. E për që të arsye, unë personalisht kom reflektu tepër shumë se i kom ja bëzër pak tepër. Fjalla ndryshe mund të kesh kuptohet. Një sekundë, zemër se... Fjalla ndryshe mund të kesh kuptohet për qëfar thash unë ndryshe, e kisha fjallën për Albën, sepse unë isha këtu, kur ajo gjë ndodhi, Benita erdi pastaj, edhe atë pjesë nuk e dinte, i gjujti me jastëk, unë po them edhe si kur duat bëj avokatin e djallit, që e kishte për loj, t'ju falte, Eliona ja tha shumë qartë, s'po kam qef të më gjuash me jastëk, s'dua të luaj, dhe për çfarë do lloj arsye, nëse dikush të thotë s'po më pëlqen kjo gjë, dhe ti e përsërit, do thotë që i përbën apostafat. Nëse është jastëk, gurk, puc apo pupull, nuk ka lidhje dhimja ose vrasja, është gjesti që ti e bën apostafat, dhe kjo do më thënë prapë se prapë do dinë të gabim. Ndryshe, është ndryshe pjesa, po për mbledhja ajo. Po jo e për mbledhja ndoshta do ishte akoma më keq, po sikur të ishte pjesa kur Elioni i thoshte s'dua dhe ajo gjuan akoma më shumë. Kështu që ti lesh fajin montazhit është gjëja do me thënë më e kollajt për kush është fajin. Fiks, fajtona definitivisht, se na i bojna që të sene. Do doja të dija edhe mendimin e getoarit, t'ja dëgjojmë dhe pak zërin, se shumë prej ju shende s'ja kemi dëgjuar zërin sonte. Mirë mbrëma të gjithë, deshta vetëm me tregu se ti the kur e ndin emrin, se pa të tregu që kur ke qenë shkollë fillore, ke pas bulluzim. Dhe unë si profesor e di që nxënësit që kanë bulluzim shkollë fillore dhe këto e marrin me veti deri sa të plakën. Dhe kjo, kur e ka ndihem në vetë disa herë, ju ka duk që ajo periudhë prapë dhe ju ka